Na, kur I kemi privatizuar, kujtohet si sot në 2008 ose 2009, ka qenë mbledhje e qeverisë, edhe në atë kohë ish kryeministri Hashim Thaçi I patën numëru. Kena investu kaq, prandaj po e privatizojmë Kecin. Du të më folën ato që kanë thonë Zyrëja, është rritur rryma për shkak se Keku nuk ka prodhu çaq sa është zotuar në vitin 2024, që I bjen që është dashur me importu rrymë më shumë se sa që është planifikuar fillimisht. Për shkak se çmimi I importit të energjisë ka qenë më I lartë se sa që është leju, domethënë që është leju në fillim të vitit 2024. Këtu kanë qenë dy prej shkaktarëve kryesor pse kemi pas shtretim të energjisë elektrike. Tash dikush mundet me thonë mirë, po pse po na tregon diçka për vitin e kaluar. Kjo është për me shpjegu që caktimi I tarifave të energjisë elektrike bëhet veç rregullim. Për shembull, edhe Kesko, edhe Keci, edhe Kosi janë në treg të rregulluar. Çdo vetë zyra rregullatore të energjisë ja cakton një buxhet, në cilën ata duhet me qarkullu mrena një viti fiskal. Atë buxhet që I quajnë të hyrat maksimale të lejuar, pra synohet me sjell, me përfitu Keci përmes tarifave që na I cakton që I pagujmë na. Mirë po, kur ka ndryshim, se gjithçka është planifikim, pra planifikohet, supozohet që Keku ka me prodhu x megawatt ose x gigawatt brenda një viti. Në ndërkohë supozohet që nuk kemi me importu që ka shumë rrymë, gjithçka është në supozime. Në fund vitit, Zyrëja ulet të thotë, okay, vitin e kaluar unë ja kum caktu këtu tarifa, të shohim tash a I keni realizu këtu të hyra, që ashtu qysh na I kemi leju. Ka raste kur për shembull në këtë rast Kesko ka realizu të hyra më shumë sa që ju kanë leju, dhe çatu pare nëse realizohen më shumë I kthejnë konsumatorëve. Në rastin kur ata realizojnë më pak, për shembull në rastin konkret nëse s'gaboj ka qenë një shifër kogja e madhe, pra kur Kesko është obliguar me blerë rrymë ka pas më shumë shpenzime se sa që na I kemi dhënë pare, Zyrëja vendos çatu pare me ja kthy në këtë vit fiskal. Mirë po, edhe kur ja kthen me interes. Kesko ka dalë prej kompanive më profitabile vitin e kaluar. Ti po më thu kanë qenë zër jo dosh me importu, po këne kanë dalë ma profitabile. Po, tash, kjo është treg I rregullun, është shumë kompleks. Është shumë kompleks me e shpjegu. Pse? Sepse tash sa është profitabile, është ndane prej buxhetit vjetor. Sepse, pse është ndane? Sepse ai synohet që përmes tarifave që I merr, me na furnizuar neve me rrymë, edhe me pas një profit që caktohet në baza, domthonë, ka qenë ai nëse të kujtohet ai debati eksperti Florin Aliu që bëi kritika. Pra caktohet në atë dokument dhe kur caktohet për 4 vjet më dihet sa ka me pas fitim Kesko, që e ka në bazë të qarkullimit. Nëse s'gaboj e ka 14% ose nuk e di, muj me gabu me shifra se nuk I kum lexuar më tej. Pra, fitimi dallon prej të hyrave maksimale të lejuara brenda vitit. Pra, nëse Keku prodhon më pak rrymë, na me DMS do të me pas parasysh që nëse importojmë rrymë, do na shtrejtohet energjia elektrike. Profitin që të ne kompanive? Kjo proces tjetër. Në momentin që është dashur Kosova, s'pas ka prodhu sa është planifiku, as bën me ju shkurtu edhe aty në buxhetin, jo veç neve me na që të bërë? Unë e menoj që na nuk duhet çështja e profitit normalisht është çështja e ekspertëve financiar që nalin edhe shikojnë a është shumë I lartë, a duhet më u zvëglu, çka duhet me pas, domethënë parasysh në këto. Mirë, po unë menoj që fokusi jonë duhet me pas që e ka arrit domethënë Kesko dhe Keci qëllimin për çka na I kemi privatizuar. Që kjo është pyetja kryesore. Domethënë na kur I kemi privatizuar, kujtohet si sot në 2008 ose 2009 ka qenë mbledhje e qeverisë, edhe në atë kohë ish kryeministri Hashim Thaçi I patën numëru. Kena investu kaq, prandaj po e privatizojmë Kecin. Po e hekum qafën në një farë mënyrë. Edhe zakonisht kur është fol për punën e privatizimit Kecit, prej atëherë, pra është fol qysh I kemi humbje të mëdha. Qysh ka me ardhur një investitor privat dhe ka me ul të humbje. Pra kanë qenë shumë faktorë që me rrit efikasitetin si ndërmarrje dhe në fund na me pagu ma lirë, se çaj është qëllimi. Tash, ku jemi me humbje, na dhe sot vazhdojmë me pagu jashtëzakonisht humbje të mëdha që janë humbje teknike dhe humbje komerciale.